zakonisht të vështira, presioni politik. Çfarë mund t'i thoni ju? Një punojsi, një djalë apo një vajzë, se nuk e di çfarë është, por që guxon të shkojnë të bëjë auditën e kryeministrit. Dhe jo e bllokojnë, po e terrorizojnë, e detyrojnë të largohet nga detyra. Ku pranon ai të bëjë detyrën, të bëjë auditin? Mjafton të lexoni, edhe ju një zonja ju, edhe ju duhet të jeni të guximshme, se do pësoni fatë e ti, mjafton të lexoni ju. Mesazhin që Lubi Balluku i dërgon në vis, ku tregon terrorin e brendshëm të saj shpirtëror. I thot jeta ime varet nga ti. Mos e merrni me kuptime tjera. Po, se ka porosi nga Ramaduro, që o tunelin o dhe qërohesh. Mos u bëni kështu, mos u transfiguroni mbi. Shiko, ju jeni prindër, jeni njerëz, jeni intelektual, jeni të shkolluar, jeni nëna, jeni baballar, jeni të gjitha. Po mos përsërisni skemat e këshilltarëve të bashkisë. Ai pati ju këshilltarët të bashkisë si u sollën, se si i mori një nga një për të votuar. Më unë ju them ju, që absolutisht kam punuar ditë e natë kundër Jon Velis, këtë nuk e mohoj, se e meritonte. Por njeriu ka disa parë, ka ligjet përpara, që s'mund t'i bëj kurrë. I mori si në proces këshilltar, i terrorizoi kryeministri mor. Për të votuar